slow. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me want to stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that hound me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. The writing's on the wall. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. Faleminderit. Bravo! Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Të quajnë? Unë jam Klara Qehaja, jam 18 vjeç dhe vi nga Klara? Tirana. Klara Qehaja. Tere. Klara, Po. për mos shtypur butonin e kuq, vetëm për një arsye. Më duke sikur ke potencial zëri, por materiali që ke zgjedhur, e ke zgjedhur ndoshta teknikisht për të treguar se si ti kalon bukur nga e kënduar me zë të plot, tek impostimi, tek ato zërat e hollqjan, si kalon nga një gjoks, kalon në gryk, kalon në kokë. Edhe pa dashur në ripërsëritjet e një stonature që nuk më pëlqeu, por gjithsesi
në momentet kur vihet tek ai zëri yt dhe i mbështetur, mendoj, them se ke potencial në zë. Shumë faleminderit. Nuk të them që s'ke vesh, por e mora, do më bëra protagonist këtu në juri në këtë rast, sepse kam dëshirë të dëgjoj me një këngë shqip. Po. Nëse, Po. për të krijuar tamam vlerësimin tim. Po. Qofse e ke një material shqip. Okej. Në një portokale moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të binin në sy. Në një portokale moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të binin në sy. Ngrije kokën lartë moj, se që më do gjimali, vite gusha jo të Ska moj. vesh, Mjafton. ke keq. Mjafton. Po, goni po, hajde. Po! Për mua e ke problem intonacionin, sepse nuk e kërkova kote, thash me një këngë shqipe, diçka do na prezantohet, do vihet tek zëri yt, por intonacionin e ke problem. Nuk them veshin, apo ritmin, apo... Faleminderit. Më vjen keq, sinqerisht. Shumë faleminderit. Baza e një këngë janë intonimi edhe ritmi. Unë shpesh në intonim fali, për shkak se jeni këtu në peshën e emocioneve, e di si është thjesht fillestare tjera, fala një herë. Fala një herë, të kam fal një herë, atëherë kur e shtypi Elsa. Mirë po, nuk mund të falë ma shumë se një herë. Zoj, është edhe unë e kuptova vetë gabimin që bëra, po probleme. Kjo nuk do të thotë që ti duhet ta ndalosh rrugën tënde. Jo, si tash ka Jo. potencial, nuk ka, po... Jo. Faleminderit shumë. Ska gjë. Unë ta shtypa butonin e kuq për të njëjtat arsye që kolegët e mi të shpalosën para meje. Si që kuptove dhe vetë, pate sonte për para nesh shumë probleme me intonacionin, nuk e di jashtë këtij konteksti, kur ti këndon me veten tënde ndoshta jenë ndryshe, por neve këtë përshtypjen dhe ajo që më shqetësoi më shumë është që nuk më transmetove asnjë emocion. Pra nuk më emocionove. 1+1 bën 2 dhe i treti është butoni, kështu që për mua është jo. Faleminderit shumë. Unë dhe ty shoh një potencial, por në të njëjtën kohë një dy luftim që ti kishe midis asaj që doje t'rregoj që kishe, le themi, ti e pushtoje dhe ti doje ta pushtoje skenën, sepse ndryshe edhe nga shumë konkurrenti e le stativin, dole, bëre për të vepruar, për të marrë një lloj lirie te skena, por në të njëjtën kohë u pushtove shumë nga emocioni dhe pate një lëvizje goxha të madhe në momentin që Elsa shtypi të kuqen. Aty e humbe, por ki parasysh që skena prandaj është aq më tepër kjo. Unë në tërësi në këngën e parë, përveç se gabimit që mos t'i përsërisim, unë shoh potencial. Çfarë mua më shqetësoi ishte kjo zgjedhje që propozimi që të bëri Goni te kënga popullore, ku ndoshta do të ndihmonte një notë fillestare që të ku e di unë të gjeje tonalitetin e duhur të këngës. Unë jam për i po sot, me thënë drejtën, ty, sot. Shumë faleminderit. Unë nuk jam për ta përcjell gocën me një jo. Kështu. Është jepi mundësinë, unë ja dash mundësinë time. Edhe unë ta japi mundësi. Faleminderit shumë.